fakt për një lajm I cili është ende në vijim dhe që ka të bëjë me një mbledhje të ministrave, por edhe të shumë prej antarëve të Partisë Socialiste, të cilët aktualisht janë duke zhvilluar një ritrit në Pallatin e Brigadave, do zgjas 2 ditë. Drejtohet sigurisht nga kryetari I Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama, se çfarë duke ndodhur qysh nga ora 14 deri në këto momente, do na raportojë Klesiana Omeri, gazetarja e Politikës, e cila është me ne. Çfarë dim deri në këto momente, Klesiana? Mbledhja ka zgjatur për te parashikimi, ndonë se ishte planifikuar që të mbyllej në orën 18, me sa duket kryeministri Edi Rama zgjodhi që të zëvendësonte edhe periudhën kur u largua prej 40 minutash pak orë më parë për të rikthyer sërish. Diskutimet kanë qenë në fokus të programit të Partisë Socialiste, pasi në sit kanë kaluar puna e gjithsecilit prej ministrave të kabinetit qeveritar. Jo vetëm për të bërë një vlerësim të angazhimit të tyre, por dhe për të piketuar të gjitha premtimet elektorale dhe të gjitha investimet që do të premtohen dhe që do të përfshihen në programin elektoral për këto zgjedhje. Nuk ka pasur diskutime specifike për kandidat potencial të mundshëm, ndonse janë pranuar alternativat dhe listat që kanë hartuar të gjithë drejtuesit politik për emrat më të mundshëm të listës 12 marsit, por pritet që ditën e nesërme të ketë diskutime të tjera edhe për sa I përket çështjeve të rëndësishme që Partia Socialiste ka shfaqur një angazhim të madh, siç është çështja e integrimit apo edhe fushata që do duhet të bëjë në diaspor. Tashmë që e kemi të zyrtarizuar edhe numrin e votuesve emigrant, por edhe mënyrën se si do duhet që ata të votojnë, duke qenë se është një proces që po ndodh për herë të parë dhe që Partia Socialiste do të ketë një angazhim specifik. Ditën e nesërme, përveç diskutimeve që do të mbeten nga tryezat e sotme, do të ketë edhe një takim kryeministri Edi Rama me gratë në kuadër të 8 marsit dhe mesazhet do të drejtohen specifikisht atyre. Dakor, ishte një përditësim pra I zhvillimeve nga kjo mbledhje që është duke zhvilluar në Pallatin e Brigadave, ndërkohë